Денеска е пазарен ден во Тетово. Ден кога општината им дозволува на уличните продавачи да продаваат на улица. Но ваквата слика не е исклучок. Узурпацијата на јавниот простор се случува и во останатите денови. Од една страна се нелегалните продавачи и бизниси кои ги изложуваат производите надвор, од другата кафулињата со маси на тротоарите. Во центарот на градот анкетиравме дел од граѓаните за тоа дали чувствуваат ограничување во движењето поради пречките на јавниот простор. Pengesa si e sheve, sa dush ka pengesa, se s'ka kur një rregull. To nuk e di edhe sa është e lejuar, sa duhet qese, u foli për jashtë edhe këtu ka dallime. Se këtu edhe kushtet janë, edhe për njerëz invalid nuk i kanë trotuaret ku të hesin, ku të lëvizin. Zonë qot, ja. Shesi rajnë urë. Unë mendoj që shumë mirë janë çto karikët të lartë, njerëzit pak freskohen. Zonte nuk. Jo për këtë hapësirë, folim çon. Përgjithësi ka diku përgjithësi shumica nuk janë zonta. Se të folim kot. Sa thëmë më Tetova, më të gjithë ku më hecë më shumë. Tetova janë këtë korruptomën, e në me rena, e në me këtë kësijet. Asë një gjonë së në gjishë të thoshtë që ki kona ta më. A duhet liro? Pa duhet liro, normal duhet liro, në të pse e më ro për të hecë, nuk e më ro për të qitë astalla. Ti qitë dëgjone kom njëfë shëtu në te, ose te mullet e bone kjetë, te bone ata. Sa në regull, kur gjëna për të regulovan kata. Проблемот е хроничен. Инспекцијските служби интервенираат, но по кратко време состојбата се враќа на старо. Është fakt që ka pasur kështu situata, ka intervenu inspektorati, janë largu dhe janë këtej prapë. Po përsëri po them që është një luftë permanente për shkak të tendencës permanente nga disa biznese private që të shfrytëzojnë jashtë ligjit hapësirat publike, por edhe lufta jonë është e përditshme dhe gati në përditshmëri apo çdo javë kemi aksione të tilla të inspektoratit. Po edhe në trotuar aty ku ka më shumë se hapësirë se 1 metër e gjys, që të lejohet 1 metër spaku 1 metër e gjys jetë trotuar. Edhe në ato pjesë ku ka kushte jepet pra për tavolina dhe në trotuar, ashtu si në shumicën e vendeve европјани. Иако постојат напори за регулација, на терен сликата останува иста. Јавниот простор е постојано на удар на интересите, а граѓаните се почесто се чувствуваат како гости на улиците во сопствениот град.